Kolonel, po opozita, ku ka qenë këto kohë? Opozita me pozitën janë një, sepse dy drejtues e saj mba njëri tjetrin. Ti vazhdo rigjitjetën opozit të shpëtosh arrestimit, dhe sa u dori në avion kryeministrin nga ti. Pra ne nuk kemi në demokraci Shqipëri. Kolonel, ju e njihni më mirë këtë fushë, po do na vi një diplomat, një karrierë të gjatë ushtarake nga Shtetet e Bashkuara. Diplomacia ushtarake që ju e theksoni dhe e njihni mjaft mirë. E dëgjova diskutimin e tij në Kongresin Amerikan ku kërkoi marrjen e votave të marrë titull ambasador, sepse pavarësisht problema që ka Amerika, presidenti propozon vendos Kongresin do vija Bosdovi. Prandaj Shqipëri disa ambasadorë kanë ardhur dot. Ky është një ushtarak madhor, general me të hyje, por nuk ka punë nga diplomasi, ka qenë ushtarak. Ushtarak lustra këto fare. Megjithatë u dëgjova diskutime të Kongres ku theksoi. Problemi madhor në Shqipëri është krimi, ekonomi dhe korrupsioni dhe mbështetja e SPAK-ut. Po, ja pëzdo këmë, nga disa të dhëna që unë lexoj në kërësirat në dha, është dhe problemi Izraelit. Aleatit kryesor të Trumpit, i cili do që Shqipërinë ta bëj pronë të tia, dhe Rama ka hapur dyert. E vetë me agji që kam dyshim është kjo. Pra në qofse, veç tëre të para që thotë e të pa, ka lidhje me strategjinë izraelite të mbështetur nga Trumpi që Shqipëria të kthehet plasdarmë dhe dispontimi Izraelit në Shqipëri është përfundimi i shtetit shqiptar. Në djenin tuaj, kush është, mund ta skiconi kush është plani i Izraelit në Shqipëri, kolonel, përtek saj që ka nisur tani? Si që shikoni njeri qetë dhe pas jarësi, adetar, shikoni vizet e mëdha historike të Edi Ramos me Vučićin në Beograd, shikoni me Izraelin, shikoni me Sorosin. Edi Rama drejtohet nga 3 vende, Beograd, Izrael dhe Soros Amerikan. E gjitha vendime dhe qëndime të janë lidhur me këto të trija. Me të parën, bëri ati zdo bërë me Vučićin dhe me Grenellin, për shkëmbime territoreve dhe mbriti problemi derisa Kosova debatoi në kuvend, ta shpall nën grata prosyrkon në Kosovë, dhe gjëja më e madhe, shkoi dhe u fal te Netanyahu, ku ka dalë urdhë arrestimi ndërkombëtar në krimeve kundër njerëzimit, dhe ka gjykin më të madh në Izrael për vjedhjet masive që ka bërë si këta në Shqipëri, dhe Soros i dirigjenti kryesor që çon Shqipërinë në gjendje. Pra 3 shtylla kryesore ku Edi Rama komandohet dhe drejtohet dhe futi Shqipërinë fatkeqësisht në pikpyetje më të mëdha ekzistenciale të saj, ku 2.170.000 banorë braktisat dhe unë, 780.000 personisë klasme me të rrugëve, Edi Rama jeton qia në miliarda me qeverinë e tia, dhe vetëm fluturimet ajrore të qeverinë shqiptare, jo të hoteleve, 3.8 milion euro. A shikoni çfarë bë populli braktisur, Shqipëria po shqitet e tratohet, qeveria të qiell. Është moment shumë i rëndë që populli nuk ka fuqi, por agon hapur dhe në kafenere. Tradhtia më e madhe për historinë e Shqipërisë. Pra vendi është në pikpyetje ekzistenciale. Mirë populli braktisat dhe unë, për madhja po jepet territorin Shqipërisë. Edi Rama tek dorë nga Sazani, që është ishull kombëtar, të cilin 2 kongresmen amerikanë, bravo qoftë, dhe u informua nga bitë e Shqipërisë, diskutuan dhe quajnë një veprim krejtësisht pa bazuar dhe deklaruar. Nuk është kushte në investitori Sazani. Janë 2 të Arabi Saudite me 1.4 miliard të mbuluar gjuan e në kushterit. Janë dallaveret e Edi Ramës që do të shkatërojnë Shqipërinë. Po Pashanimanin, që i hoqi 78 hektarë të bazën së raku detare dhe i dha mafja shqiptare dhe mafjës italiane. Kush ka drejt? Po Saranda, më zotëri, është akoma SPAK.
e të tjera tja, pra është një strategji e dhënies se të 2 ligje dhe 2 vendime të qytet ministrave të investitorëve strategjik që i cakton në Rama kush janë dhe paketa e maleve janë 2 vendime, 2 ligjet e shpërbërjes Shqipërisë, marrjes mafjes, humbje kombëtar, të cilat me të drejtë sot populli Tiranës ka shkuar në Pallatin e Kulturës dhe firmosi urgjentisht referendumin të hedhin poshtë tradhti. Kolonel, por Izraeli po na ndihmon sipas qeverisë me sigurinë kombëtare, me sigurinë kibernetike, por edhe prodhimin e dronëve. Do prodhojmë dronët. Ajo firma izraelite që ka marrë Edi Rama me vëmë që u zhduku Amerika nga Ministri i Mbrojtjes, se vëmë në shkarkoi Amerika jo Rama,